Burri si kryen detyrat ndaj gruas. Gjithmonë është I lodhur. Shpesh më shkon mendja me tradhtu. A mendon se do të bësh zgjidhje? A mendon se kjo është e lejuar pse ai nuk I kryen obligimet I tashmë u edhe ti e dëmton ata përmes tradhtis, po e dëmton veten tënde. E shkatron veten. Dije se tradhtia është një rrugë që po e nisë njeriu, pastaj nuk ka të nalur. Ruje veten, motër, bëhu faqebardh, ruje moralin, bënu krenare. Nëse ndjehesh e lënd anash për bashortit, ule ma mirë, daju prej ti. Shkruaj njerë problemin ku është, çfarë ka ai, çka ka të lashe. A ka probleme me ndonjë magji, a ka probleme me shënet diçka, apo thjesht budallakia ti. Edhe që ti shkruaj kushtet, shkruaj rrethanat, që ti në tavolinë, këtë e kërkoj këtë kusht. S'plotësohen gjanat, daju. Ma mirë daju se sa me tratu ashtu. Kjo nuk është në rregull. Absolut e keqja nuk pranohet në këtë formë që e ke përmendti. Domethënë ti po mendon që është e lejuar ta bësh një gjë të tillë veç pse ai la ilaha illallah, mos për Zotit, mos I bëni këto gabime, mos bëni ngrackat e shejtanit.